edhe në 2008, sepse ne i kem besu Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe më thonë, besimi që ka ekzistuar te lidershipi i Kosovës ndaj Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë i rrezikshëm, por kam besue dhe na ka kthy mirë, na ka kthy me shterim të Kosovës, na ka kthy. Tash një besim të tillë nuk ekziston në Kosovë në politikën e Shtetit Bashkuar të Amerikës me veprimet që i ka bërë qeveria. Paktën gjatë qeverisë së kurtit nuk ekziston ajo. Por Azarifi është një çështje këtu se ne shumë sidomosdoshme rolin e Amerikës, me pashim në interes amerikan që të merren me këtë çështje, sepse kontrolla aty administrata dhe fokusi i tyre është pak i çuditshëm për ne këtu. Ne dim çka po duam. Kjo administrat ka qenë para 6-7 vite dhe ishte marrëveshja me Washingtonin. Ne duhet dim a duam leadershipin amerikan apo nuk e duam. Marrëveshjen e Washingtonit Kosova e shkatërroi, edhe sot i ka humbur 220 milionë euro sipas gjitha gjasave. E kishim sot termocentralin me gaz, sikur të ishte implementuar marrëveshje. Tash nuk do të kemi as 220 milionë për bateria të energjisë. Domethënë, kur i thosh dikujt na ndihmon, dhe ai vjen me të ndihmuar mos e të bë. Në marrëveshjen e Washingtonit faktikisht qeveria e Kosovës, qeveria kurdi e Kosovës e ka hudhë atë marrëveshje të Washingtonit dhe tash nuk e di që kërkon prej tyre se ata me armë të ndihmu. Ne prapë kërkojmë, domethënë spektri politik, po besoj edhe qytetarët e Kosovës ende vazhdojnë dhe kanë një besueshmëri të madhe tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe thellësisht besoj se kur Kosova nuk ka me gjetë marrëveshje më të mirë se sa ndonjë marrëveshje në cilën e udhëheqin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash i mbetet kohës të shohim gjëra se si të zhvillohen. Në fund, po do të marrni një koment nga ju për zhvillimet politike në vend. Nesër ka seancë sërish. Pse është ky barikadim prapa Albulina Haxhiu për kryetarët e kuvendit dhe asnjë zgjidhje Azarifi? Barikadimi është rezultat i faktit se nuk i ka 61 votë. Atë po e dim gjithë. Domethënë gjykata kushtetuese jep drejt lëvizjes vetë vendosjen kryetarën e kuvendit, po janë në individ caktuar. Ata i kanë 47 oferta faktikisht. Heqenja që është e kryeministër, po 47 oferte ka. Mirë po mu në këtë rast jam i zhgënjym edhe me opozitën. Zhgënjym jo, po habitën edhe me opozitën. Pse mos me votu? Votoni edhe pse? Se ashtu kështu shef e ka Dejonën. Dejona krijon skenarën. Edhe në kuvendin e kaluam, edhe konjufca praneke që konsultohet me Dejon. Kur thënë konsultohet, do të thonë dëgjoj çka po i that. Ndash le të bëhet Albulena, ndash le të bëhet Shqipja, apo kush do të tjetër shefi vërtet i kuvendit është Dejona. E para, e dyta, tash nga isha me të vërtet janë çesharaktat vendosjes kur po thonë që ka po çikash mi vota, është shumë e zoja, e ne ju mund ta duni, ajo mund të ketë edhe 10 milion vota, po se ka votën time. Për më u bë kryetare nevojitet vota e opozitës. Në këto situata duhet më u konsultu me ta. E opozita është kon mirë me votu, por problemi është se kur te nuk e di apo i tutët, ndoshta edhe i ka 61 vota, po nuk e di apo tutët më shumë që nuk i ka, apo që i ka. Qeverisja me 61 vota. Unë bindja me personale është, kisha mujt me ndiku, kisha me i thonë opozitës, fal një 3 vota. Leta krijan që, po, votën janë nesër, edhe Albulenën, po edhe e Kurtin, 61 vota, ashtu kështu zgjedhja kemë mas një vite. Në sytë e qytetarëve duhet më u po qytet. Kurti nuk duhet më urrëzu në këtë mënyrë. Qeverisja Kurtit, sytë qytetarë duhet me po çai ka bo vehtës me përkrahje ndaj Kurtit. I përmenam të më thonë termocentralin më thënë gjellë, që e anulej Counter Global, pastaj termocentralin Kosovës si pjesë të marrëveshjes Washingtonit, tash i ka humbur 220 milionë euro bateria, e ke ble 750 milionë rrymë, e na u ka rrit 3 herë çmimi i rrymës. Në sytë e qytetarit, qeveria Kurtit duhet të jepet edhe një vjet, sepse nuk ka çka t'i ofrojë Kosovës. Unë nuk po shoh që për një vjet që do të bëj një veprim ku qytetari i Kosovës kish me përfitu. Arifi, faleminderit shumë për kohën që jete.